Po, hajde regjia. Unë po drejtohem ty, jo ati rancet, e ati shpifset, e ati faqezis, e dilingjis, i cili është regzin, adin njeri majnë dy që mundet me ecë në dy kom, e që për fotin e mirë e një krejt drenica kush ashtaj, e një edhe mu drenica, e kërkush mësë më njoft, një katuni jam, abrinja, njojnë familjarët e me, kusheret e mi. Unë nuk kësha pas kur ndërmend me u lajmëru, po ajo që më ka prek, jo prej tina, po prej onës tone, që e lejon në njeri më ullë në studio me rajt, rana ma e modhe ti thët, më lajmë zeka, më ka thirë në hendi, i bje dhe më thonë celular, në vitin 1982, unë e kom jetu në Vjenë. Edhe në atë kohë nuk kanë egzistu hendit. Hendit ose celular që janë zbulu në 84 në ta Motorola, që jënë kohë ka 20 kilogram, e kanë mojt njerëz në përkere. As në hendi, as njët dëvet, unë as këm post telefon, as e këm njoft, as kur njëtën e vetë, kë njeri nuk këm ka taku. Po, letë del kë, letë gjonë një dëshmitar, që mund ka taku në herë, ose në qënë se kë edhe në ambasada Shqipënisë, ku është në Vjenë, unë ty një gjakë që ta kam. E para, e dyta, po e kes përdor emrin e Rifat Jasharit. Po hanë mot e po ranë që gjoja u kon e më ka taku kë me Rifat Jasharin. Rifat Jashari është i gjallë, e ledele dëshmon kur një dëvet, kë as me Rifatin, as pa Rifatin, një dëvet nuk më ka taku mu. Dhe kë njeri, mas Miloševićit, edhe mas gazetës serbe, në gjuhën Shqipe, që është bota sot, e që pronari Gjevdet Mazreku me dosje, me dokumenta, u kon shpion i udbes, edhe botën sot e ka hop udba në Zvicër, këm ka akuzu mu për vrasjen e Ahmet Krasniqit. Ledel kë, let më akuzën që unë jam ma gjupe, që jam vrasës, s'ka dun punë e modhe, se kjo është foqja zez e këti veni, po mos t'i merë në përgoj gratë e shokve, njerës të shokve, që kjo është e ronë për ata, se që ka hanë kë mut me full në për studio televizive, unë e pas pore nuk jam. A sa i përket gjykatës speciale, edhe vlov ti, që u kom me 10 herë në Beograd, e u taku me Bojan Dimiqin, edhe me Filiqin, që kjo e një fort mirë kusha Filiqe, se dhe kjo e ka taku Filiqin, i cili ka qenë shef i gjandarmeri serbe dhe njeriu që e ka kidnapu, e ka zhduk doktor Hafer Shalën e Drenicës, ato janë sene që më takujnë mu edhe fajki merit. Kjo në tardmen veç mund me kalzu, ka so pare ka hongër, për mes me dëshmu e me full në hogë, ka hongër shumë pare, e prap u shku edhe ka dëshmu. Njerë ka thonë ma ka vro, ashtë në thonë që vlom tani s'ma ka vro. Njerë ma ka vro, vlovi ti ka thonë, Faiki ma ka vro Qerim Kelmendi, tani jo s'ma ka vro Qerim Kelmendi, tash po del Sami Lushtoku. Vlovi ti, Faiki Miri, ka full në telefon s'di sa herë me Sami Lushtokun, njëherë ka full pej telefonit tem, ka full edhe me Hashim Thoqin, e që shmunët me full njeri me vrosin e vlov dë vetë. Kritë kjo është propagandë e zezë e këti njeriu edhe shumë tjerve, që ju ka orë dita edhe na i det me full qështu. Por du me thonë vishë një diqka, unë personalisht nuk po fulli për njerës tjerë, unë tybe pashat modhen zëtë, si kum tut as Titos, as Miloševićit, si kum përgull as Titos, as Miloševićit, e le mo kopilav Titos e të Miloševićit në Kosovë. As ju kum përgull, as nuk ju frigohem, as kam ju frigu së dhe 1000 vjetë.
kaq kisha me thonë, edhe unë krejt këtë polemik sa dre e bona me ty. Sa dre, harrova dhe nisan ty më ta thonë, që se del në njeri i vetëm në zëg moli, e dëshmën që unë jo me qonë ta që shka thonë Ganigeci atëhere që më balafaqu me ta për bol, e që i kumë thonë dhe atëhere, edhe tash po thami kumë thonë studio, Ganigeci që ka thull me lofet e bie serbe, e kusha bie serbe në Kosovë, është fa i kemeri, që se del një njeri e dëshmën që unë një dokument e kum dorëzu në gjykat, unë në jetë tem nuk dalë në rrugë me mpo dikush. Sepse, kush ka dorëzu dokumenta në gjykat, kush ka dorëzu dokumenta, i ka nënshkru edhe ka protokollu. Kur njetën time, koma jam nuk ka shkel në gjykat tagës. Kur. Prandaj, po tham edhe njerë, vlovi tina, është e vërtet që më ka qu të shfedemoni, që që ka qu edhe fatën në Ramadanin, edhe i ka qu shumë tjerë. Po vlovi tina më ka thonë, po du me qu të shfedemoni për me dëshmu te që s'ki lidhje në rostin e Ahmet Krasniqit. Që tu ko arsyeja që unë jem shku do me thonë të shfedemoni. Dhe u zhjith kjo problem. I vetëmi njeri thash edhe njerë që më ka akuzu për vrosjen thojzat Ahmet Krasniqit është Miloševiqi, në Fail Limoni në botën sëd edhe këtë dosti që s'po du me fliq gojën mja përmen emnin. Pet, a bonë në me ndërëjnë, veshë të? Jo, ti si... Ja, veshë të dhorë... Ja, të lutëm, po mu s'për to ka full. Ja, e gjeta i gabim të kë, e gjeta i gabim. Po dhe, po për këto ka full, të lutëm mus. Po të lutëm nuk është për ty, të lutëm. Veshë në plecem dhe është. Po ja, të lutëm, është për këto. Konë edhe mu më lanë. Se kisha me lidhë shumë biset. Po, amo, për këto, kë komo përgjitë spori, tana, rrujet e ato. Po, pa sa i merë? Qure? Kë thot nëse e gjonë një njeri, që unë kom qëtë dosje, unë e të kam bërë shka dush. Thot që i vlave të akon, kë thot, së thamon. Po? Akon me bijën sërbe keni full, bile të akuzën që edhe ty e të aku dhe ti. Shtu pëllot kë? Allah alem. Thot që e ke akuzu për vrasjen e Ahmet Krasniqit. Thot që Rifat Jashori është gjallë, edhe ditë që unë që akon guzë grun ati. Rifat janë gjallë, 100%. Maksut Saramat je gjallë, Shaban Shpat je gjallë, Gjafer Bosh në gjallë. Ja, Gjafer Bosh asë gjallë. A nuk isha? Ja, së është gjallë, se kom betë. Rahmeti pas shpirti. Aje ka marrë në shpe, këja ka ngutës grun, edhe e kem hek për aty hit këtë mutë të nëshe. Po ti angëllë që mërë renat e tina për i zetë. Qka ka rajtë si mas të je? Gjithë shka, krejt qka fulli, fjallë për fjallë. Fjallë për fjallë. A është e vërtit që Fajki Mere ka qute shërdemoni për me tregu për vrasjet Ahmet Krasniqit? Jo për vrasjet Pse një ku e ke akuzu që ka po vrasjet? Kjo shku të shvedemoni, për me mujtë me bo shvedemonin për i veti, për me shantazhu të në shikta tjertë në Kosovë. Kjo për dhëtë që më konë kërë gjykatë August.